Hani sa më shumë patate, do befasojeni nga ajo që do t'ju ndodhë. Për dekada me radhë, patatet janë quajtur si jo të shëndetshme dhe këshillohet që të shmangen nga konsumi i tyre. Por tani studiuesit thonë se përdorimi i patateve për t'i konsumuar si patate të skuqura mund të jetë i dëmshëm, por nëse i zgjidhni ato të cilat janë të zgjera ose të gatuara, mund të ofrojë një sër përfitimesh. Ata tani në fakt pretendojnë se ju mund të hani patate dhe asgjë tjetër përveç tyre, e për pjesën tjetër të jetës mund të mjaftoheni me konsumin e tyre. Në një kthes mjekësore, shkencëtarët që shqyrtuan numëri provash deklarojnë se patatet rivlerësohen për përfitimet e tyre shëndetësore të qarta. Studiuesit, po ashtu sipas këtij ulëntimi të fundit britanik, kanë provuar një raport prej 60 faqesh, ku thuhet se patatet mund të zvogëlojnë riskun e një sulmi në zemër dhe mund të mbrojnë gjithashtu nga problemet mendore, gjithmonë nëse i gatuani ato pa yndyrna të shtuara pasi mund të ndikojnë edhe në cilësinë e shëndetit tuaj.